Mirë më gjesi njerëz, besoj që jeni mirë edhe keni pushu. Une sa që hypin kërë, e ngoj qëtë muzikën fale, nuk I di as vetë pse. Për momentin jom jashtë, e kom sot një termin ora 10, kom dal pak ma herët se kom e dorëzu edhe një letër të posta, edhe kom një lajmë shumë të mirë. Nesër kom ja njës kursit profesionit. Apo te keri në kurs, e kom prish që ditë moti, nashta që 3 vjetë, edhe po nesër po ja njësi kursit. Ma në fund, kom e majtë këtë kur 6 muj, edhe po shpresoj që kom e dhonë këtë provim, edhe mu rikthy profesion se për një me po mungon profesioni jam shumë. Ta është gati që 3 vjetë po bohen, fakt 2 vjetë e gjys, që une nuk jam ishtu punu, jam të nejnë shpe, normal punët online, okej, amo bash pun, kështu me shku çdo ditë më zgju herët edhe me pas obligim, po bohen gati 3 vjetë në shpe, jom bo dyqysh monotoni edhe jom lodh pak, okej, është krejt për fëmijët, për të mirën e fëmijëve, amo dë njëherë për një me jom bo monotoni. Edhe sa herë që une e shoh që brati ka hapësirë pak, une mundona me dalë veç vetë, me hek pak atë monotonin e përditshme. Jam bo dikun gati nashta 8 vjetë që une konsumoj që të pijem, është sheku I Herbalife-it, është shumë lehtë mu pregadit edhe e di që I marr kit vlerat ushqyese edhe që sot e kom marrë me vete. Mëngjesin e kom kry mo për sot, tani veç dreka vjen ma vonë.